Anisa, mirë se erdhe në hapësirën tonë, në emisionin Pasqyra Shqiptare. Faleminderit, Ilir. Atëherë, tema e bisedës për sot është sheshi, ose shtëpia e shqiptarit si projekt i shoqatës shqiptaro-kanadeze, këtu në Toronto. Unë do desha që në fillim t'i kujtoj teleshikuesit që në tetor të vitit 2018 u bë përpjekja e parë për të mbledhur fonde për këtë projekt. Pra për një shtëpi shqiptari, që do të thotë një shtëpi e kulturës shqiptare për emigrantët, për shqiptarët që jetojnë në Kanada. Ky projekt ngeci për disa arsye, unë nuk do futem në detaje. Ndoshta arsyeja kryesore mund të ketë qenë edhe shpallja e gjendjes jashtëzakonshme në vitin 2020, por edhe mungesa e përvojës. Por kjo nuk është tema jonë për sot. Neve do të flasim për momentin e dytë, kur shoqata e Bashkësisë Shqiptaro-Kanadeze vendosi të themelojë një organizatë më vete me charity number. Dhe më duket në nëntor të vitit 2023 ose 2024, shoqata është pajisur me një numër charity dhe ka krijuar dhe një bord të sheshit, pjesë të cilit është edhe Anisa, jeni juve apo jo. Atëherë, çfarë mund më thuash, Anisa, të lutem, lidhur me studimin që ju ndërmorët para disa kohësh për realizueshmërinë e këtij projekti ose feasibility study. Kemi dëgjuar më tepër nga burime jo zyrtare që janë shpenzuar shumë para, etj, janë bërë disa veprime për efekt transparence. Unë të kam ftuar sot në studio që të sqarosh shqiptarët, domethënë lidhur me këtë gjë. Pyetja ime e parë është pse ishte i nevojshëm ky studim realizueshmërie, ky feasibility study? Përshëndetje Ilir, faleminderit për ftesën. Është shumë dëshirë të vi përsëri këtu edhe të bëjmë si follow-up interview për feasibility study, për sheshin edhe çka ka ndodhur deri tash edhe ku jemi. Feasibility study nuk është thjesht një ide, po është një hap i rëndësishëm dhe kryesor kur ke një projekt që do ngresh fonde për të krijuar diçka kaq madhore si community center, si sheshi, që janë fonde për shumë 10 milion apo 20 milion. Tashi ne si board që u krijuam pasi morëm charity number, ishte boardi jon që kishte përgjegjësinë të gjente mënyrën si ta realizoj këtë projekt. Se si ide është shumë e bukur, po a mund të bëhet dot? A e ka buxhetin komuniteti jon për ta ndërtuar këtë qendër? Pra është një praktik e njohur. Domethënë nuk mund të fillosh një projekt madhor, po thua, pa një feasibility study, mund të shmange? Do jetë budallik ta fillosh pa patur plan. Edhe pa ditur nëse komuniteti me vërtet mund ta paguaj për të qendër, edhe nëse kjo qendër do jetë afatgjate. Se janë ndërtuar, pse do mbetet se mbajmë dot. Atëherë do jetë një dështim akoma më i madh, kemi harxuar komunitetit 10 milion, edhe se bëm dot. Komuniteti ka të drejtë të mendoj që bën me lekët, është kosto e madhe, është kosto e vogël, po duhet të fokusohemi çfarë përfituam nga ky studim i realizimit dhe kush është rezultati. Rezultati i këtij studimi, që nuk është thjesht një sondazh i thjeshtë, është një studim i specializuar dhe këshillues. Njerëzit që na këshilluan janë të specializuar me komunitet, kanë marrë eksperiencë me komunitetet të tjera, si e jona, që ka ndërtuar community center dhe ja kanë arritur mendimin e tyre. Këta janë Lions Den Strategies Ltd. Kanë shumë vite të specializuar, janë jashtë komunitetit tonë, që do të thënë janë objektiv, edhe kanë dhe eksperiencën e duhur. Në eksperiencë e tyre, ata mësuan si e ndërtuan The Estonians, their community center, që është afërsisht si komuniteti jonë. Edhe me atë eksperiencë na mësuan neve për hapet e ndryshme si ta ndërtosh këtë projekt. Si për shembull që duhet të ndërtosh një committee, steering committee. Edhe feasibiliteti është e ke si përgjegjësi morale ndaj komunitetit. Përpara se të vijon të kërkoj, a do më japësh lekë të ndërtojmë këtë qendrën? Do thosh sa t'jap, o sa mundesh më japësh ti.
ti thua $100, unë them, po ti mund më japësh $1.000. Right? Po unë se di që ti mund më japësh $1.000. Right? Kështu që unë marr vetëm 100 edhe ngecem pastaj. Cilët ishin elementet e studimit? Ku bazua, domethënë, studimi, te cilat element? Elementet e studimit si filluam të bëjmë një case for support. Është specialized document. Me atë dokument të shkosh te donatorët e ndryshëm apo te stakeholders të ndryshëm në komunitetet, i thuash, ky është projekti, të duhet të bëjmë, çfarë aktivitete do ofroj, çfarë value do t'i japi komunitetit. So e kryom atë case for support. Është confidential document që vetëm te njerëzit që do jenë part e studimit. Ajo krijuar rreth janar 2025. Pas janarit filluam pastaj të piketojmë njerëz të ndryshëm që do merrim në intervistë. Këta njerëz të ndryshëm janë u morën cross section nga komuniteti jon. Ne na duheshin paktën 25 veta për studimin, ne dha më shumë, ne dham 60 emra. Po vetëm 19 pranuan të bëheshin në intervistë. Kjo e limitoi çik studimin se nuk kishim të gjitha zërat që donim ne të kishim. Megjithatë, studimi doli pozitiv. Tha që kjo është një projekt që është i bëshëm, domethënë i realizueshëm. Është i realizueshëm, po jo akoma. Më thënë, është shumë i përkrahur nga komuniteti, dëshirohet. Mendoj se komuniteti mendon se është i rëndësishëm të ruaj traditën, gjuhën tonë, të bashkoj komunitetin, të kemi një vend ku të afrohemi bashk edhe me breza të ndryshme të rritemi si komunitete, të forcohemi. Por studimi thaj që duhet, para se të filloni të kërkoni fonde nga komuniteti, duhet të rrisni donatorët e piketuar. Duhet të gjeni më shumë njerëz që do japin, si mund ta shpjegoj? Shumë të mëdha. Është piramida e donatorëve. Këtu gjysma dhe lart e piramidës janë njerëzit që janë më në gjendje dhe mund të japin lek 1 milion, 2 milion, 500.000, 100.000. Se duhen gjetur ata njerëzit që të plotësojnë pjesën gjysmën e lartë të piramidës. Pastaj poshtë është publiku. Pasi ke atë pjesën lartë, atëherë mund të fillosh të vesh te publiku e të thuash jepni sa të mundeni. Atëherë ne në vitin 2018 kemi bërë gjërat anapolla. Kemi filluar me publikun. U bë më shumë na që u bë në atë mënyrë, ne bëm thjesht, ajo ishte thjesht si launch e ides. Edhe u mblodhen ca seed money që të bëhet për shembull feasibility study, të mund të marrësh të paguash për një accountant or lawyer që të filloj puna. Right, të marrësh disa expert që ti të mësosh se unë edhe ti nuk jemi ekspert ose të gjithë të bord nuk janë ekspert në këtë projekt. Thjesht janë njerëz që kanë dëshirë, vullnetarisht vinë japin energjinë e tyre, kohën e tyre, të gjithë jemi të zënë edhe mundohen ta krijojë. Nuk jeni ekspert në fundraising, po ti je eksperte në fushën tënde, je avokate. Ne eksperte në fushën time, po në fundraising më duheshin ekspertë të tjerë që të më tregonin si të vazhdoja. Pasi më thonin ata dhe unë mund të implementoj their advice, po ndryshe nuk mund ta dija. Për shembull feasibility study, unë si një njerëz që nuk jam në këtë fushë, nuk e dija, më përpara duhesh bërë apo s'duhesh bërë. E mësova duke bërë intervista me komunitete të tjera. Me shumë komunitete të tjera, i kam marrë vetë në telefon dhe kam pyetur si e bët, edhe më thanë që kjo ishte hapa e parë. Edhe pastaj ekspert moran telefon e fola me njerëz të tjerë që merren me fondacione, merren me këto, janë në këtë fushë ditë për ditë. Pra, kompaniat që kontraktuat për këshilla, ju tha që duhet ta filloni me gjysmën e sipërme të piramidës dhe pastaj me publikun. Vun ata një afat, domethënë edhe sa kohë duhet që t'jeni gati për këtë? Se të vemi qik më mbrapa, ne me këta persona kemi 1 vit që kishim folur, back and forth, se nuk ishim të sigurt kur duhet ta fillonim si studim, edhe nëse e donë të komuniteti këtë studim. Kështu që bëm një mbledhje, ftuam liderët e komuniteteve e asociatave të ndryshme të komunitetit. Disa erdhën, disa nuk erdhën dhe pyetëm si duhet bëjmë. Kemi një projekt, besojmë se do jetë 10 ose 20 milion,
e di koston e tokës këtu në Toronto, është shumë e shtrenjtë dhe ta ndërtosh e ta bësh të bukur siç duam ne, ka koston. Nuk është 2 milion, 2 milion blen një shtëpi. Edhe tham kemi këto lek, po nuk bëm asgjë. Koha kalon, nuk punon për ne. Ato lekët po rrin, po nuk përdoren. Kështu që çfarë të bëjmë? Okej, thanë njerëzit që ishin prezent, vazhdoni. So filluam we hired këta consultant, i thamë okej, jemi gati tash të fillojmë. Edhe ata filluan na dhanë komplet një breakdown me hapat e ndryshme që duhem bërë. E para mbaruam the case for support, pastaj bëm një listë të gjithë personave që neve që ishim prezent atje, domethënë the steering committee, the board, që neve njihnim. Mund të ketë edhe persona të tjerë që mund të jenë shumë të denjë edhe shumë të mirë për këtë projekt, por mase ne nuk I njohim. Dhe prandaj feasibility studimi tha që duhet të gjeni më shumë persona që duhet ta zgjeroni rrethin. Që është e vërtet. Studimi mbaroi në qershor, edhe në korrik 2025 doli si report. Kështu që ne nuk vepruam në izolim. Vepruam pasi u këshilluam me shumë persona të ndryshëm që janë në këtë fushë. Pyetja kryesore ishte, kjo ide, a është e mbështetur me vërtet nga komuniteti, edhe a mund të realizohet, edhe a mund të zgjas me kohë të gjatë. Domethënë ne duam për breza të ndryshme të jetë akoma këtu, se përndryshe për çfarë harxojmë kohën. Me sa më kujtohet përmendën në fillim që kompania këshilluese tha që ideja është e mirë, por nuk jeni gati. Çdo thotë kjo, si mund ta përkthejmë këtë? Po, studimi ishte inkurajues dhe thoshte që vizioni është I fortë dhe shumë I suportuar nga komuniteti, por projekti nuk është ende gati për një fushat të plot kapitale në këtë moment. Pse nuk është? Duhet të zgjerohet rrjeti donatorëve. Duhet të forcojmë unitetin në komunitet, duhet të zgjeruar leadershipi I bordit. Ne ishim 5 veta e 6 veta në bord, kështu që duhet të kemi një bord më të fortë edhe më me skill set të ndryshëm. Edhe të krijohet një strukturë e gjerë leadershipi, jo vetëm në bord, po edhe në steering committee. So, duhet bërë një punë themeluese para se të fillojmë të vemi te komuniteti e të kërkojmë lek. Edhe është ajo që thash me piramida, duhet të piketojmë, të studimi piketojmë një donator potencial me $1 milion. Që është rezultat pozitiv, po ai donatori kishte shumë kushte. Se normalisht do ta shikoj që ky projekt do përfundohet. Edhe si mund ta bësh atë, duhet të gjesh donatorë të tjerë që do kontribojnë, duhet të gjesh leadershipin e duhur që ta marrë këtë projekt nga kjo fazë, të çojë te faza e re. Unë isha lider e këtij projekti deri në dhjetor. Prandaj po flas se kjo studimi I realizimit u bë gjatë leadershipit tim. Por tashi kam dhënë dorëheqje si lider dhe Rex Ferrati e ka marrë si acting chair until we have I sheshit derisa të kemi elections të tjera në board. Bordi është gati tashi për new elections dhe jemi në komunikim me shoqatat e ndryshme, ka ca diskutime nëse liderët e ndryshme të shoqatave duhet të jenë të gjithë te bordi I sheshit apo duhet të bëhen aplikime të reja nga do kush do nga komuniteti, akoma nuk është vendosur si do bëhet, ndaj që është projekt kaq I rëndësishëm edhe krijon shumë emocione te gjithë komuniteti. Me vërtet duam këtë projekt se jemi nga komunitetet e pakta që nuk e kemi. Edhe ndihemi keq për këtë gjë. Sigurisht. Edhe një pyetje teknike për hir të transparencës. Sa kushtoi studimi për realizueshmërinë, pra feasibility study, dhe sa para kanë mbetur në llogarinë e sheshit nga ato që u grumbulluan që në vitin 2018? Po, studimi kushtoi $7,000 në muaj nga nëntori deri në qershor. So 56,000. Money in my view. Nuk është në fakt për këtë lloj studimi nuk është, se nuk është thjesht data gathering, nuk është thjesht merr informacione. Këta është një studim I specializuar këshillues.
Ata jo thjesht na thanë, kështu ju thanë persona, kështu na ju përgjigjen. Edhe bën pyetje që ne nuk dinim çfarë lloj pyetje mund të bënim. Po thanë, what does this mean? Edhe i analizuan këto dhe na treguan pastaj çfarë të bëjmë për hapat e mëtejshme. Po në llogari sa kanë mbetur? Rreth 20.000. Okej, e kuptova. Edhe diçka tjetër lidhur me një fakt që më tërhoqi vëmendjen, ti Anisa the që u ftuan rreth 60 persona të merrnin pjesë në anketë dhe u përgjigjen vetëm 19. Më duket shumë dekurajues dhe jo lajm i mirë kë. Ke një shpjegim të kësaj? Ja, ishte çik dekurajues edhe për neve. Nuk e di çfarë të them, njerëzit janë të zënë. Shumë persona thanë nuk kishin kohë, disa nuk kishin interes, edhe disa kishin keq kuptim, mendonin se do u kërkonim lek në studimi, sado që ja shpjeguam që nuk është thjesht për informacion. Po kjo tregon në fakt që mase komuniteti jonë nuk është 100% gati dhe duhet akoma çik punë nga bordi i ri që do vi ta ndryshoj. Në këtë bordin e ri që do vi, me sa di, ka përpjekje që të përfshihen edhe institucionet të tjera, apo jo? Përfshirë dhe ato fetare? Akoma çdo gjë është në ajër, asgjë nuk është vendosur, kështu që nuk mund të them, nuk mund të flas për bordin e ri. Unë thjesht jam në bord si gati do me thënë për të lëvizur kur të vi bordi i ri, të ndihmoj me tranzicionin dhe si avokate të mbaroj ta bëj atë gjë të formalizuar. Normalisht puna ime është falas, kështu që të ndihmoj tranzicionin te një bord i ri, edhe të transmetoj njohurinë që kam marrë nga gjitha personas të specializuar që unë kam folur, të edukoj bordin e ri çka kemi mësuar neve, që të vazhdojnë procesin. Të përgëzoj për qetësinë, për durimin edhe për kohën që ke harxuar falas në dobi të komunitetit, pavarësisht të rezultateve të deritanishme, por mua më pëlqen një gjë që më mirë është ta njohësh të vërtetën sa më shpejt se sa të thurësh ëndra boshe apo jo. Edhe përgjigjja e këtyre profesionistëve më duket se më shumë ndihmon se sa pengon. Po, ndihmon, se krijoj një figurë më të qartë të komunitetit. Po, ka shumë dëshirë dhe me këtë do të flasësh e bëjmë. Kam dëshirë, po kur vjen për t'i kërkuar për një intervistë, thonë nuk mundem. Ose mase duhet gjetë persona që mundem, po neve nuk i dim akoma ku janë, se nuk janë të involvuar në komunitetin. Kështu që kemi ka çik punë akoma. Mase na mungon një figurë madhore në komunitet që t'i besojnë kështu. Mase. Jo verbërisht, po t'i besojnë plotësisht. Na duhet një kampion. Na duhet një kampion. Dëshon të shtosh diçka tjetër? Besoj u përgjigja pyetjeve tuaja, edhe nëse ka pyetje të mëtejshme, unë jam shumë e lumtur t'i përgjigjem të gjitha pyetjeve, edhe nga komuniteti mund të më shkruajnë, nëse duan një kopje të studimit, çdo gjë është e hapur dhe transparente, jam more than happy t'i përgjigjem gjitha pyetjeve. Faleminderit. Suksese. Faleminderit.